Mos i neglizhoni, janë shenja që tregojnë se zora e trash nuk është mirë. Për shkak të stilit ton të jetës sedentare, është bërë shumë e zakonshme që të mos ndihemi rehat, sidomos me barkun tonë. Por ka simptoma që nuk duhet t'i injorojmë, pasi mund të tregojnë për probleme shumë serioze për shëndeti. Në këtë video do ju tregojmë disa nga simptomat të cilat duhet t'i merrni parasysh, dhe është e rëndësishme që të konsultoheni me një ekspert të shëndetit tuaj. Është e rëndësishme që të mos i lini pas dore, sidomos shenjat që trupi juaj është duke treguar. Zora e trash është një pjesë e sistemit të tretjes. Ajo është shpërgjegjëse për nxjerrjen e ujit, kripës, lëndëve ushqimore të patreqme, për punimin e ushqimit, i cili nuk është të tretur në zorët e vogla dhe eliminimin e mbeturinave të ngurta nga trupi. Megjithatë, kur nuk funksionon si duhet, fillon të përthith toksinat në vend që t'i eliminojë ato, duke shkaktuar probleme si dhimbje koke,